Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Ka kënduar për mua, Egli kujton momentet romantike me Gjesti në Big. Mbrëmjen e djeshme, ekrani i topit u ndez nga atmosfera festive e emisionit E Diell, i cili mblodhi emrat e njohur të artit dhe ekranit për të festuar fundvitin. Mes të ftuarve spikatën zërat e dashur të muzikës popullore, ku padyshim vëmendjen e mori këngëtarja e mirënjohur Remzie Osmani. Gjatë rrjedhës së emisionit, një moment mjaft emocional u krijua kur Egli Tako u afrua pranë këngëtares për të shprehur vlerësimin e saj të lartë. Egli nuk i kursteu fjalët, duke cilësuar Remzien si një person mjaft të veçantë në jetën e saj, jo vetëm si artiste, por edhe për kujtimet që ata ndajnë. Remzia është shumë e veçantë për mua dhe besoj se të gjithë e dim arsyen. Ajo ka kënduar një moment shumë të rëndësishëm për mua. U shpreh Egli duke sjellë në vëmendjen e publikut një nga ngjarjet më të përfolura vitin që lam pas. Ajo i referoi dasmës së saj me Gjestin brenda shtëpisë së famshme, kur Remzie Osmani ishte e ftuara speciale që performoi gjatë ceremonisë.